ka ardhur në hadith, Allahu ja ka ndalu tokës me I hongër trupat e pejgamberëve. Allahu ja ka ndalu tokës me I hongër trupat e pejgamberëve, gjithsesi me I asgjësu, me I kalb. Tek dëshmor shehedet nuk ka ndonjë argument të prerë. Nuk ka ndonjë argument të prerë që trupin e shehedeve nuk e han toka. Mirë po, është përmend në disa raste gjatë historisë ngjarje që Allahu Gjelle Wala edhe shehedet I nderon. Tek Talha është përmend se në disa transmetime ka ardhur vajza e tij e ka pa ëndër, në disa transmetime ka ardhur ka pa dikush tjetër ëndër, edhe ka ardhur te vajza e tij kanë lajmëru se Talha radhiyallahu ta'ala anhu ka thonën më largoni prej vendit ku jam I varrosur, se toka është e lagur edhe po më mundon trupin tim, çështu ka thonë. Largonëm prej këtij vendi ku jam I varrosur, se toka ç'është më thonë thith ujë shumë. Më thonën është një vend ku mbledhet uji aty, edhe po më mundon trupin tim. Kanë shku e kanë nxjerr trupin e Talhas radhiyallahu ta'ala anhu, edhe e kanë gjetë si kur e kanë varros. Bile veç është përmend disa transmetime, ka thonë në njërën prej anëve të fytyrës tij kanë qenë disa çime të rara, që I kanë rarë, kur gjë tjetër. Edhe kjo ngjarje që është përmend dikun ka ndodhur 30 e ca vite mas vdekjes tij radhiyallahu ta'ala anhu. Shifni Allahu Jalla wa Ala si këto e kanë përmend ulemoja Ibn Asakiri, Imam Dhahabi rahimahullah, e shumë prej dietarëve tjerë si shej se Allahu Jalla wa Ala e ka nderuar këtë burr edhe pas vdekjes tij, edhe Zotin si mos jetë kështu ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar për këtë se ka më qenë prej banorëve të xhennetit.